dashur shoqërista dhe mirë se erdhët tek episodi i radhës. Sot ne kemi një të ftuar shumë speciale. Dhe ajo është midis nesh dhe është profesore Irena Nikaj. Atëherë shumë faleminderit profesore që e pranove ftesën për të ardhur te podcasti ynë. Është një nder t'ju kemi sot. Jo, faleminderit, është kënaqësi për mua. Veçantë bile. Ndihemi shumë të privilegjuara edhe ne që ju kemi këtu mes nesh për të njohur edhe më mirë mbi konceptin e familjes, të shoqërisë, shoqërizimit, me që ne kemi hasur pak edhe në sociologjisë së fundmi. Kështu që unë dua ta nis direkt me pyetjen e parë, duke qenë se koncepti familjes ka ndryshuar gjatë gjithë rrjedhës së viteve. Ju si e keni vlerësuar konceptin e familjes ndër vite? Para në sociologji, koncepti i familjes konsiderohet një nga konceptet themelore, bashkë me institucionin e familjes, dhe konsiderohet themelor për shkak se institucionet që përbëjnë shoqërinë kanë një rrjedhje historike, pra ato zënfill që me qenien me ekzistencën e shoqërisë, pra në ato zhvillime që kanë qenë shumë komplekse të vështira, dhe institucioni i familjes luan disa role themelore në shoqëri, ka funksione të rëndësishme. Këto funksione në pjesën më të madhe janë historike, tradicionale, klasike, por sigurisht që shoqëria, duke qenë një sistem që i jep e merr, pra si institucion, si sistem, si entitet, ajo natyrisht që dhe me institucionet me cilat ndërvepron ka shkëmbimet, zhvillimet, ndryshime, dhe natyrisht familja në konceptin tim jo vetëm shkencor, që lidhet me sociologjinë apo me shkencat sociale, por edhe në konceptin individual, është një institucion shumë i rëndësishëm, i qëndrueshëm, në pikpamjen time do vazhdoj të ekzistojë, dhe ajo që është shumë me vlerë është të pranojmë që disa ndryshime që mund të duken edhe themelore, të duhet t'i pranojmë dhe t'i shikojmë me vëmendje në mënyrë që këto ndryshime jo vetëm të mos na duken si përmbysje që çojnë në drejt vënies në dyshim të vlerave dhe kuptimeve tona themelore, por të kuptojmë që shoqëria në ndryshim, institucionet në ndryshim, natyrisht dhe familja si një institucion themelor i shoqërisë në ndryshim. Po. Ne dim që njeriu është kafshë politike dhe domosdo adaptohet me çdo gjë që ka rreth e rrotull. Dhe ju e thatë shumë bukur që është një institucion familja. Çfarë mendoni se janë këto pika kryesore të evolimit? Për ta nisur nga ajo që thoni ju, Aristoteli kishte parasysh shoqërinë greke kur emërtoi qenien sociale, individin dhe pjesëtarët e grupeve si kafshë politike, për të ndërtuar një marrëdhënie evolucionare në shoqëri. Pra kur ne flasim për kafshët përgjithsisht, pjesa më e madhe shikojnë një hendek midis asaj që është e gjalla para njeriut dhe pas njeriut, njerëzimit, qytetërimeve që janë krijuar. Pra, përpjekja e Aristotelit është për të treguar çështje të ligjësive themelore që funksionojnë në shoqëri, natyrisht në nivelin e shoqërisë greke të asaj periudhe. Unë mendoj që ndryshimet në institucionin e familjes, përveç atyre ndryshimeve që janë të lidhura ngushtë me disa funksione themelore, siç është shoqërizimi, siç është mbështetja emocionale, siç është roli ekonomik i familjes, por edhe ripërtëritja e vlerave në shoqëri. Unë mendoj se ka të bëjë, dhe unë mendoj që këtu ne duhet të kemi parasysh çfarë do të bëjmë, çështje të komunikimit midis pjesëtarëve të familjes, se nuk do t'i quhet thjesht breza gjenerata, por pjesëtarëve të familjes. Unë mendoj që ne jetojmë në këtë revolucionin e 4 industrial, i cili thelbin e ka te komunikimi dhe tek revolucioni i mjeteve të komunikimit. Mendoj se është më arsyeshme që ne
pikërisht këtyre mjeteve të ndryshuara, që kanë ndikuar në mënyrë thelbësore, në mënyrën si funksionon familja, si ndërtojnë marrëdhëniet anëtarët e familjes, sa kohë i kushtojnë njëri tjetrit, se si interferon çdo mjet komunikimi që ka familja në bashkëjetesën e tyre etj. Me radhë. Pra ne do të shikojmë për të ndërtuar marrëdhënie sa më plotësuese, komplementare me këto ndryshime të cilat janë sa në shoqëri dhe natyrisht familja nuk bën përjashtim, do të jetë nën efektet e këtyre ndryshimeve. Patjetër. Megjithatë, cilat janë format më tipike, më të gjendshme të familjes në shoqërinë shqiptare sot? Familja shqiptare vazhdon të jetë një familje përgjithsisht tradicionale, klasike, me disa forma ose me disa tipologji të ndryshme që lidhen më shumë me intensitetin e jetës urbane dhe me kapërcimin e disa karakteristikave tradicionale që ka familja, siç është statusi ekonomik, statusi shoqëror, politik, fetar, e kështu me radhë. Pra, këto janë pjesa që mendoj se bashkë me urbanizimin, pra, Korça, Tirana, apo Durrësi, kanë një nivel urbanizimi, jo për shkak të madhësisë, për shembull Korça vazhdon të jetë një qytet nga pikpamja e madhësisë, jo me përmasat as të Durrësit, as të Tiranës, por nga pikpamja e cilësisë jetës urbane, unë mendoj që e ka pasur dhe vazhdon ta ketë këtë cilësi shumë të lartë. Pra, urbanizimi si mënyrë jetese, si sjellje, si mendësi, si kulturë e të jetuarit. Dhe në këtë kuadër, disa karakteristika të familjes janë të tilla që ndryshojnë, ngrihen mbi ato dallimet shpeshherë të cilat mund të jenë në hapësira sociale të ngushta. Për shembull, Tirana mund të ketë madhësinë e një qendre urbane të madhe, po që që përbehet nga fluska nën urbane. Me tipare krajinore, me tipare fisnore, me ndikimin e shumë nga këto, pra si të themi, krijimet qendrave krajinore në një njësi të madhe administrative dhe urbane siç është Tirana. Ndërsa Korça ka të tjera karakteristika dhe unë mendoj që është në gjendje ti jap këto efekte të ndryshimeve në mënyrën se si ajo përshtatet përmes mënyrës jetesës urbane, qytetarisë e kështu me radhë. Ndryshimet që vëren në format e familjes kanë të bëjnë më shumë me paksimin e rolit e numrit të anëtarëve të familjes. Për shembull, ne flasim për familje nukleare ose familje bërthamë. Por kjo familje bërthamë ka ndryshimet e veta në këto kohë, ndryshimesh të cilat mund të jenë të themi të karakterizuara nga një lidhje tradicionale, pra martesa para ligjit ose para besimit fetar ose rregullave fetare, mund të jetë bashkëjetesa, pra partnerë që jetojnë pa lidhje ligjore ose fetare, ashtu si mund të ketë dhe forma familjare, po që nuk përbëhen nga lidhjet e gjakut, apo nga partneriteti përmes martesës apo bashkëjetesës. Dhe këto sigurisht që japin dritë më të ndryshme tek mënyra se si e shikojmë ne familjen dhe ka nevojë edhe për tu diskutuar dhe për tu mësuar me të tilla ndryshime që janë për shkak të ndryshimit të shoqërisë, sidomos marrëdhënieve ekonomike dhe natyrisht edhe kulturore dhe shoqërore. Ju profesore përmendët që familja ka ndryshuar gjatë brezave dhe ne jemi koshient që Shqipëria prej disa brezash madje mund të themi që të gjyshrit tanë janë rritur tek familjet patriarkale. A ka akoma ndikim familja patriarkale në ditët e sotme? Pra, do duhet të pranojmë, sepse unë ju fola për karakteristikat të mënyrës urbane të jetesës. Dhe
patriarkale do të kemi parasysh çështjen e autoritetit, më shumë se sa mënyrën se si është të ndërtuar martesa. Martesa përgjithsisht para besimit fetar që kishte ose para ligjit, mund të ketë martesa jo vetëm për shkak të interesave ekonomike, por edhe lidhje martesore për shkak të pëlqimit, ose të kushteve të tilla të afërta me këtë. Domethënë, partnerët mund mos detyroheshin, bashkëshortët e ardhshëm mund mos detyroheshin, po të afroheshin për të lidhur apo për të. Pra, patriarkaliteti, ajo që unë mendoj që shfaqet si një pengesë, pra si një karakteristikë që duhet të evoluojë, është çështja e autoritetit. Pra kur ne themi patriarkaliteti, kemi parasysh autoritetin. Kush është mbartës i autoritetit që përgjithsisht ka të bëjë me pjesën e burrave, në një klan, në një fis, në një familje të zgjeruar apo edhe me ato ndryshimet. Pra, disa nga konfliktet që ne kemi ose që shikojmë, që vërejmë, kanë të bëjnë pikërisht me përpjekjen për të ruajtur karakteristika të modelit të tejkaluar tashmë në familjet e sotme. Pra autoriteti përmes prindit, kryesisht përmes atit dhe ndoshta edhe nënës, po në një funksion shumë më të rutinizuar dhe me detyra të tjera. Po, më të zbehur. Pikërisht doja të ndalesha unë tek gjenia mashkullore që gjithnjë është parmi pushtetshmi, ai individi më i rëndësishëm për të marrë vendime mbi çdo. Pra, gjithmonë figura mashkullore ka qenë më favorizuar. Mendoni që ky është një nga faktorët kyç që kanë ndikuar në formësimin e shoqërisë shqiptare, ka lënë pasoja? Problemi i çështjes autoritetit dhe kush është mbartës është një problem historik. Dhe natyrisht ai është konsoliduar. Pra, nëse kemi parasysh në përputhje me rëndësinë e antarëve të familjes, të fisit, të klanit, është përcaktuar dhe ky autoritet që dal nga dalë është gur ndërtues i shoqërisë. Pra, autoriteti i atit, autoriteti i personit më të rëndësishëm nga pikpamja ekonomike, sociale, apo pse jo dhe politike që ekziston. Çështja është që ne nuk mund të mos i marrim parasysh rolet e antarëve të familjes, natyrisht edhe të atyre që krijojnë familjen, të nënës, babait apo të atit edhe nënës. Çështja është që prandaj dhe unë ju ofrova një mënyrë se si shikoj unë të mundshme çështjen e komunikimit. Komunikimi që ju dhe e njihni dhe e trajtoni, ka nevojë për pjesëmarrës të barabartë. Jo në atë çfarë thonë, por në pozicionin dhe vlerësimin që kanë. Ne kemi parasysh që familja është një nga institucionet e para të shoqërizimit që përcakton vlerat. Pra, vlerat me të cilat operojnë, veprojnë antarët e familjes. Nëse ne vëmë në dyshim pikërisht këtë mënyrë se si funksionon familja, dhe nuk është se vëmë dyshim, po është vetë kushtet e jetës që tregojnë. Atëherë ne kemi një problem me mënyrën se si transmetojnë vlerat. Pra çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Nëse ne vëmë në dyshim atin në kuptimin e rolit që ai ka, atëherë do duhet të gjejmë mekanizmat për ta ndërtuar këtë marrëdhënie me vlerat. Dhe unë ju sugjerova që përmes komunikimit të antarëve të familjes në pozicionet barabarta, kur secila ka rolin e vet të respektuar, pra përfshirës, pra nuk përjashtohet. Nuk shprehemi që për shkak se nuk ke rëndësi ekonomike, nuk je i aftë apo e aftë të flasësh, të mendosh dhe të japësh mendime. Kështu nga kjo pikpamje, roli i atit ka ndryshuar, duam apo s'duam, ne? Pra i autoritetit, i mbartit autoritetit familjes. Në rastet kur mungon ati është një pjesëtar tjetër që zakonisht është nëna ose gruaja, bashkëshortja. Pra ne duhet të pranojmë se si ta ndërtojmë mbi të njëjtat vlera, se vlera e keqe, e mirë, të ndasht keqen nga e mira, është universale pavarësisht nga pamjet që ka. Ajo ndryshon nga pikpamja historike,
Po nga pikpamja e dallimit është e njëjtë. Pra, çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, do duhet të ndërtohet mbi bazën e shoqërizimit primar ose të parë që është familja. Pra, përmes komunikimit, përmes shembujve, përmes mjeteve të tilla, të ndryshme nga detyrimi, pra autoriteti detyrim të them unë, prandaj duhet ta bësh, është më e vështirë. Siç ju e dini që shpesh mësues që zbatojnë mjete demokratike, mund të duket sikur ka më shumë zhurmë në klasë, po ka më shumë rezultat mësimi. Pra, do duhet të dallojmë pas rënies së autoritetit vlerat të cilat kërkojnë kohë, por janë më cilësore dhe më të vlefshme, sidomos për këto gjenerata të reja që s'kan ato përvoja që kanë gjeneratat e mëparshme që tregojnë mënyrën se si ato janë shoqërizuar dhe si kanë fituar vlerat, zbatimin e normave dhe vullnetin, kurajon, personalitetin e kështu me radhë. Ju profesore përmendet edhe urbanizimin dhe si Korça ka ndryshuar dhe e krahasuar dhe me Durrësin dhe me Tiranën, por ne jemi koshient që ka akoma disa vende, ndoshta këto vende pjesa më e thellë, pjesa e veriut që akoma e mbajnë familjen patriarkale. Mendoni se ka sfida apo përparësi akoma familja patriarkale në këtë botën moderne që ne po jetojmë sot? Sfida ka, por unë mendoj që nuk është çështje e largësisë nga qendrat urbane të qenit e një familje patriarkale. Mund të kesh dhe në mes të Korçës, mund të kesh dhe njerëz që mund të kenë një status social të vlerësuar, që ju mungon ky proces përshtatje, sepse njerëzit janë qenie që përshtaten. Të gjitha qeniet sociale kanë aftësi përshtatëse në përputhje me ndryshimet. Por, siç u thash, është e vështirë që nga një model autoritar të kalosh në një model ku ti e dëgjon me vëmendje pjesëtaren e familjes pavarësisht nga forca sociale, ekonomike apo kulturore që ka. Për mua, dhe u mundova që ta përmendja dhe më, për mua pjesa më e madhe e familjeve në zona të thella tashmë nuk janë, ose janë të ndryshuara në mënyrë thelbësore. Domethënë, mund të jetë ajo pjesa më e moshuar atje dhe brezat e tjerë kanë lëvizur ose në drejtim të qendrave të mëdha urbane ku kanë shumë mundësi punësimi dhe jetese, dhe mundet që të kujdesen në largësi për ata që kanë lënë atje, ose janë zhvendosur fare. Domethënë, praktikisht dhe nga pikpamja e ligjit qeverisjes vendore, ne nuk kemi ndarje territoriale që të ketë parasysh zonën rurale. Pra kemi zona urbane, nën urbane, këto në trajtën e njësive administrative. Pra, ideja është që ky transformim që nisi me rritjen e popullsisë urbane më shumë se popullsia rurale, që është që nga viti 10 vjeçari pari këtij shekulli, pra 2009-2010, të vazhdojë me ndryshime të cilat unë mendoj që edhe këtë problem që ju keni parasysh e ndryshon. Pra, do duhet që ndoshta më thelbësisht, sepse ndryshimet ose mënyra e jetesës urbane do duhet që të jetë më e pranishme edhe në mënyrën se si ndërtojnë marrëdhëniet pjesëtarët e familjeve, në mënyrë të tillë që dal nga dalë, nuk mendoj që bëhen me njerë ndryshimet në shoqëri, duan kohën e tyre, duan që aktorët sociale të kuptojnë, të vedisohen për nevojën e ndryshimeve, dhe unë mendoj që pjesa më e mundshme janë ata që kanë përvojë. Ata që kanë përvojë e kuptojnë kur troket ora e ndryshimit, se natyrisht për të rinjt dhe të rejat është fare normal të ndryshojnë. Pra, ata janë pjesë e ndryshimit, ata janë barkës të ndryshimit. Por, tashmë ne kërkojmë që këto marrëdhënie familjare të jenë sa më harmonike. Dhe për të qenë harmonike do duhet që pjesa më e pjekur, më me përvojë, më në moshë, të kërkojë mundësi komunikimi me gjeneratat ose me brezat e rinj brenda familjes. Dhe kështu mund të ketë kuptim që ne të flasim për familje të cilat
mbase nga pikpamja e numrit mund të mos ketë ndonjë rëndësi, por nga pikpamja e përmbajtjes ka rëndësi, sepse ato ndërtojnë shoqëri pa kohezion social ose me mungesë kohezioni social, me këto plasaritjet dhe mbështetjet dhe pjesët të cilat pengojnë një ndryshim thelbësor në një shoqëri që tashmë përpiqet të ecë drejt formave më të përparuara. Po, edhe për të ndalur pak tek familja bërthamë, e cila është edhe më aktuale në ditët e sotme, mendoni se ka probleme ose sfida që këto familje hasen? Përgjithsisht, institucionet që përbëjnë shoqërinë në çdo kohë kanë pasur ato trysnitë për shkak të qenurit në një marrëdhënie të vazhdueshme sistematike me shoqërinë, me ndryshimet që ajo pëson. Në kohë ndryshime, siç është edhe gjithë kjo periudhë e tranzicionit në shoqërinë shqiptare, është diçka e njohur që familja bërthamë ka pësuar ndryshimet e veta, qoftë në mënyrën se si ndërtohet, qoftë në mënyrën se si bashkëshortët apo partnerët zgjedhin të përfshihen në marrëdhënie të tilla. Pra kemi parasysh që mosha e martesës ka ndryshuar për të dyja qenitë. Pra, nuk është më një moshë relativisht e eshme, sidomos për gratë, dhe njëkohësisht ka ndryshuar edhe mënyra se si i drejtohen lindjes së fëmijëve, pra krijimit të vazhdimësisë së jetës. Natyrisht, familja vazhdon të jetë burimi i kryesor dhe themelor i ripërtëritjes së jetës, por duke qenë se gjatë gjithë kësaj periudhe tranzicioni për shumicën tonë është e qartë që trysnit më të mëdha familja ka pasur të natyrës ekonomike. Edhe kur kemi të bëjmë me tranzicionin e ershëm ose të kësaj periudhe, të periudhës 90-2025 që jemi, apo me një lloj konsolidimi të migrimit, sidomos migrimit jashtë të Shqipërisë, por edhe në këtë periudhë të tanishme. Dhe disa fenomene të cilat unë mendoj që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë, siç është divorci, janë të lidhura ngushtë me ndryshimin e pozicioneve apo të roleve që kanë pjesëtarët e familjes në ditët e sotme. Zakonisht thuhet që është shtuar divorci. Përgjithsisht unë edhe kur diskutoj edhe në nivelet studimit apo të mësimit, përpiqem t'ju nxis të gjithë atyre që marrin pjesë në diskutime që do duhet t'i referohemi në mënyrë shumë më të qartë numrave, statistikave, sepse çdo divorc në vetvete përfaqëson një tronditje të marrëdhënieve sociale. Dhe kushdo që njoftohet ose merr informacione ka këtë problem që ta shikoj me një ngarkesë emocionale e cila nuk është kaq e mundur të kapërcet me njerë. Por kemi parasysh sot që flasim, sidomos në qendrat e mëdha urbane, në 4 martesa 1 përfundon në divorc. Do të thotë që ne për shumë kohë, unë kam vite që merrem me studimet sociologjike dhe kur unë kam nisur studimin në këtë fushë dhe jam marrë edhe me problemet të familjes, pra në shoqëritë më të zhvilluara ishte 1-2. Pra në 4 martesa 2 përfundonin divorc ose në 1-2. Pra është një shifër relativisht 50% e cila nuk ka zbehur në asnjë mënyrë rolin e familjes, por ka ndërtuar një marrëdhënie të ndryshme me mënyrën se si qasen familjes, krijimit të familjes dhe jetës bashkëshortore, ata që vendosin të krijojnë në këtë gjë. Dhe ajo që mendoj se ka të bëjë me shoqërinë shqiptare është që shpeshherë intensiteti i këtyre marrëdhënieve me ngarkesë emocionale brenda familjes për shkak të trysnive nga jashtë mund të çojë në divorc më shumë se sa mënyra se si ne shikojmë divorcin. Se ne pjesa më e madhe dhe unë që kur e kam mësuar që fëmijë fjalën divorc më është dukur tragjike. Për gjithë ata që kishin mënyra se si përballesh. Pra, si fëmijë dhe
natyrisht edhe sot nuk është se shikoj me më pak dhimbje, por më duhet të pranoj që është një fenomen social i cili në vetvete kërkon të tregojë një mënyrë për të ridimensionuar marrëdhëniet. Fjala vjen shoqërisë perëndimore, po dhe në shoqërinë shqiptare. Një divorc mund të shoqërohet nga rimartesa. Pra ato që quhen monogami seriale. Dhe kjo në vetvete tregon një përpjekje për të ndryshuar qasje, jo për të hequr dorë nga fenomeni apo nga institucioni i familjes. Pjesa tjetër shumë e rëndësishme është çështja e kujdesit të fëmijëve. Ne ende e konsiderojmë martesën një martesë fisi, dhe duke qenë e tillë ajo mund të ngarkojë me ngarkesa negative emocionale pjesëtarët e fisit apo të njërës anë apo të anës tjetër. Dhe unë mendoj që dhe këtu kemi nevojë për një ndryshim më domethënës, që është pranimi që marrëdhënia midis një burri dhe një gruaje, edhe kur është martesë, edhe kur është bashkëtesë, edhe mund të përfundojë pa u ngarkuar me tragjicitetin e turpit apo të nderit. Të dyja palët, si burri dhe gruaja, si bashkëshortja, e kanë të drejtën të zgjidhin martesë dhe janë një, jo vetëm ligji, po unë besoj se edhe në vlerat e sotme është krijuar kjo që mund të pranojmë përfundimin e këtyre marrëdhënieve, vetëse për shkak të patriarkalitetit, autoritetit, shpeshherë këto mund të ngarkohen me ngjarje të cilat në vetvete përbëjnë forma të deviancës apo të krimit. Po. Ju profesore analizuat familjen si institucion, folët për familjen, tani tek shoqërizimi, si ndikon familja në ditët e sotme? Shoqërizimi është proces thelbësor, i padyshim të gati natyror. Pra, unë e shikoj shoqërizimin ashtu si të shikojmë ligjësitë natyrore, kjo është një nga ligjësitë shoqërore. Që të ndodhë procesi i shoqërizimit dhe kemi parasysh këtu që në sociologji nuk flasim për shoqërizim më të përparuar apo më pak të përparuar, por flasim për një proces të natyrshëm i cili zhvillohet për pjesën më të madhe të pjesëtarëve të shoqërisë njerëzore në mënyrë fare rutinore. Pra është pjesë asaj që quhet rutina e çdo antari. Shoqërizimi i parë ndodh në familje. Për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur sot në shoqëri, ky shoqërizim i parë nuk është aq i mundur të krijohet në familje. Interferojnë, ndërhyjnë në faktorë të tjerë. Midis të cilëve unë mendoj që ajo që e bën relativisht jo harmonik procesin janë mjetet e informimit, rrjetet sociale, lidhje disi të ndryshuara, ndërveprime disi jo në atë modelin klasik midis bashkëmoshatarëve. Numri pakët i fëmijëve ka bërë që këto grupet mos jenë më bashkëmoshatarësh, po të jenë të fëmijëve me mosha të ndryshme, të cilët mund të krijojnë modele autoriteti brenda grupit të fëmijëve, grupit të shokëve, grupit të miqve. Pra, jo më aq bashkëmoshatar siç e kemi quajtur ne, sepse brezi që përfaqësoj unë është rritur brenda një grupi që kanë pasur pothuajse të njëjtën moshë. Kurse në pjesën e komunitetit sot kemi grupe që kanë mosha të ndryshme. Dhe këto, për shkak edhe të përparimit në shoqërizim, nuk kanë të njëjtat sjellje dhe të njëjtat standarde për tu. Kështu që ky shoqërizim shpeshherë ka ndërprerje për shkak të këtyre karakteristikave të reja që ka marrë shoqëria, dhe nga ana tjetër interferojnë, ndërhyjnë dhe këto modele që vinë nga mjetet e informimit, nga rrjetet sociale, të cilat në pjesën më të madhe nuk pasqyrojnë, këtë dua ta theksoj, nuk pasqyrojnë karakteristika reale të ndërveprimit midis fëmijëve apo midis antarëve të familjes. Pra përpiqen të krijojnë ose një model ideal, ose një model me probleme në varësi të interesit që ngjallin, sidomos, ju e dini, modelet negative janë më të klikuara se sa modelet pozitive.
pranohen më shumë nga shoqëria, pavarësisht se janë të duhurat. Mos pranohen, por klikohen. Po. Dhe klikimi në vetvete, sipas asaj që mua më duket mekanizëm që funksionon është që ju jep modele negative atyre gjeneratave që janë ende të reja dhe të bishta në çfarë duhet të zgjedhin dhe cilat figura të së mirës duhet të zgjedhin. Se duhet të dallojmë kush është e mirë dhe kush është e keqe. Sigurisht që gjithë kemi qenë në një moshë të re dhe kemi pasur ato dilemat tona, por ne kemi të mundur, ose na është bërë e mundur dhe do duhet këtë t'ja sigurojmë të gjitha gjeneratave, na është bërë e mundur që të zgjedhim modelet e mira dhe këto modelet mira të na japin forcë për të kapërcyer problemet dhe vështirësitë, jo vetëm në periudhën e adoleshencës, por edhe më tej. Pra, të shikosh shembujt atyre që kanë vullnet, jo të atyre që i braktis vullneti dhe dorëzohen. Jeta është e rëndësishme për të gjitha format, për të gjitha tipat, për të gjitha personalitetet, dhe ne përgjithsisht zgjedhim që t'ju japim mbështetje të gjitha këtyre formave, për gjitha këtyre tipologjive që shfaqen, por sigurisht që problemet nuk mungojnë dhe ne ndonjëherë nuk e kemi të ngulitur dhe të stërvitur se si t'i ndihmojmë disa fëmijë të rinj, të cilët mund të kenë të tilla vështirësi të orientimit dhe të zgjedhjes rrugës të drejtë dhe të shëndetshme për ta. Shumë e bukur kjo që thatë, profesore. Megjithatë ne e dim që formula prindërimi sot nuk ka, nuk do të thotë se një metodë që unë përdora me fëmijën tim do të funksionojë edhe me fëmijën tënd. Pra, nga e përveçmja nuk mund të përgjithësohen. Megjithatë, mendoni se familja shqiptare gabon diku në edukimin e fëmijëve sot? Për të gabuar, unë mendoj që është më shumë çështje përshtatshmërie se sa gabimi, se e kemi të qartë të gjithë që prindrit nuk ka dyshim që i duan në mënyrë të paçmuar fëmijët e tyre. Pra është gjëja më e rëndësishme që ata kanë, dhe ndoshta shpeshherë dashuria mund të jetë edhe problematike në mënyrën se si shfaqet. Për shembull në karakterin mbrojtës, që merr shpeshherë prindi. Dhe shembujt janë të shumtë, për fjala vjen. Mund të shikoni prindër që janë gati ta futin fëmijën në shkollë me gjithë makinë. Në të vërtetë ajo nuk krijon një mjedis të themi të çliruar nga autoriteti. Sigurisht që ne gjithë kemi pasur rolet familjare, por kemi pasur dhe një jetë sociale. Dhe shumica e kësaj jete sociale është zhvilluar duke parë njëri tjetrin dhe duke u zhvilluar në mbështetje të njëri tjetrit, atyre që përbënin edhe në klasë ku kemi. Pra unë mendoj që shpeshherë kjo është një problematike e cila duhet ndryshuar, kjo lloj sjellje, sepse përveç përvojave që kanë fëmijët që mund të jenë shumë të ndryshme. Pra, një pjesë mund të ndjekin sistemet e edukimit, një pjesë jo në pjesën parashkollore apo në klasë përgatitore, dhe kjo e prish atë ngjashmërinë ose kohezionin, që metodat njëjtat kanë të njëjtin efekt, sepse ju për këtë folët, për këtë ndryshueshmëri. Nëse ne do ndajmë të njëjtat vlera, është sigurt që shoqëria do të jetë më kohezive në vlerat që ajo respekton. Mirë, po për shkak të shumë përvojave, të shumë ndryshimeve që kanë pasur familjet, të mënyrës se si ato kanë mbijetuar, shpeshherë kemi dhe këtë, mund mos kemi një jetesë në kushte të zakonshme, po mund të ketë mbijetesë. Pra gjitha këto nuk besoj që kanë të njëjta ndikime. Pra krijojnë fëmijë, krijojnë të rinj dhe të reja me të njëjtat përvoja, krijojnë me përvoja të ndryshme. Dhe natyrisht që në këtë kuadër shoqëria do duhet të qaset me mënyra të përshtatshme për secilën përvojë. Por shpeshherë ky fleksibilitet, kjo lëvizshmëri, dinamikat mungojnë, sepse disa institucione në shoqërinë shqiptare ende nuk funksionojnë.
shoqëri që të merren me ndihmën dhe gjitha problematikave sociale, shoqëri që të formësojnë vullnetarizmin. Pra ti ke një energji që mundet ta ndërtosh jo vetëm për të bërë përparimin personal, por për të bërë edhe veprimtarit cilat japin përvojë duke njohur njerëz. Pra ti bën veprimtari vullnetare, por ti mundësin të njohësh njerëz të ndryshëm, përvoja të ndryshme, histori të ndryshme jete, të cilat unë mendoj që janë një përvojë mirë dhe pa kosto. Sepse zakonisht unë përdor një shprehje, është mirë të fitosh përvojë pa kosto. Pra nga ato që kanë jetuar të tjerë dhe nga mënyra se si vëre ke vëmendje nga gjithçka që ata ofrojnë, sepse shpeshherë mund mos e kesh zgjedhur. Janë përvoja që janë ofruar për shkak se ashtu ka qenë koha. Dhe mua, profesore, më lind një pyetje. Ju e thatë shumë bukur që prindrit kanë tendencën që t'i mbrojnë fëmijët, janë gjithmonë në të mirë të fëmijës dhe dashuri pa kushte, dashuri sakrifikuese. Megjithatë, për shkak të globalizmit, sot prindrit kanë pak frikë t'i lënë fëmijët të lirë, të lozin jashtë dhe neve shikojmë që ka fëmijë që thon po pa mamin, po ja të pyes mamin dhe gjithë kjo po ndikon në shoqërizim. A mendoni se do të ketë pasoja edhe të mëtejshme ky faktor? Ju u kursyet në përdorimin e ndaj folive, kurse unë mendoj që prindrit kanë shumë frikë dhe kjo po ndikon shumë në mënyrën se si rriten fëmijët. Pra ajo që unë mendoj është që fëmijët e sotëm përgjithsisht nuk kanë fëmijëri. Pra në kontroll të vazhdueshëm. Një pjesë e mirë qëndrojnë vetëm brenda sepse prindrit e tyre ndjehen më të sigurt kur ata janë brenda. Vërtet. Fakti që përgjithsisht prindrit kanë dhe të drejtë sepse siguria dhe rendi publik nuk është kaq në nivele të tilla që t'ju lejojë atyre që në mënyrë të shkujdesur të japin fëmijëve kohën e tyre për të rritur, për të bërë gabime, për të rrëzuar dhe për të ngritur. Pra mungesa e këtyre përvojave, sigurisht që një fëmijë e bën më pak të aftë për të përballuar problemet dhe një prind më pak besues ndaj cilësive, aftësive, karakteristikave të fëmijës së vet apo të fëmijëve të vet. Është e vështirë që të themi që prindi e njeh fëmijën shumë mirë. Përgjithsisht edhe për shkak të punës që bëj, më është krijuar pikpamja mendimi vlerësimi që prindrit për shkak të këtyre mungesave nuk janë në gjendje të shikojnë kapacitetet, nevojat e fëmijëve të tyre dhe të përpiqen të jenë shoqërues të rritjes së tyre, jo komandant apo rojtarë të asaj që ndodh. Sigurisht që kjo kërkon edhe kuraje, po do dhe ca mjete sociale, cilat si që thash, rendit dhe siguria publike, funksionimi më intensiv i shkollave, pra unë mendoj që shkollat kanë më shumë nevojë, për shembull, kjo që shikoj këtu te ju më duket shumë pozitive, por për t'i dhënë jetë dhe për t'i dhënë vlerësim rolit të kujdo të riu apo të reje, në mënyrë të tillë që ta shikojnë me besim jetën, të rritin vetë vlerësimin, sepse prindër të tillë, kaq kontrollues, nuk i lejojnë fëmijëve të vetë vlerësojnë. Pra të zgjidhin detyra në mënyrë të pavarur, të marrin përgjegjësi. Pra fëmijët e sotëm kanë pak mundësi të marrin përgjegjësi për të zgjidhur detyra dhe çështje të cilat mund të jenë shumë pak të rëndësishme sot, po ato ju lejojnë atyre të mësojnë se si të zgjidhin problemet. Nëse ne thamë që familja është institucioni i parë, agenti i parë i procesit të shoqërizimit, a ka institucione të tjera që ndikojnë dhe nga ana tjetër si bashkëvepron familja me këto institucione në procesin e shoqërizimit? Sigurisht që ndërmjetësit ose agentët e shoqërizimit janë disa, ku ne veçojmë familjen për shkak se ajo mbart ende dhe sot, pavarësisht nga vështirësitë që ka, atë pjesën e shoqërizimit për sa i përket vlerave dhe për sa i përket roleve. Pavarësisht se, siç e përmenda,
ka ndikime nga ai që quhet ndërmjetësi, mjetet informimit, rrjetet sociale, të cilat sot për fat të mirë dhe të keq nuk janë gjithmonë që të ndikojnë vetëm në një kahë në shoqërizim, por ato sigurisht që janë një formë shumë më e drejtë për drejtë komunikimi që lejon shumë njerëzve të japin pikpamje dhe idetë e tyre, megjithatë për të mos lejuar që bashkë me vlerat e demokracisë, pra të fjalës së lirë etj. Me radhë të shfaqen edhe efektet negative, mendoj që ka nevojë për kufizime dhe rregullime, të cilat besoj se shoqëritë më të përparuara janë në rrugën e përcaktimit, miratimit të këtyre ligjësive, ndërsa mendoj që edhe për shoqërinë shqiptare është koha që të mendojë se si ti mbrojë sidomos fëmijët nga pjesa negative e rrjeteve sociale. Ndërmjetësit e tjerë apo agjentët janë sistemi ekonomik, janë shkolla, edhe besimet fetare në rolin e institucioneve, shteti në rolin e institucione shumë të rëndësishëm. Tani sa në nivelin e bashkëveprimit për mirë, për të krijuar kohezionin ose të punuarit për të njëjtin qëllim. Këtu bashkëveprimi i ndërmjetësve të shoqërizimit varet nga niveli i zhvillimit të shoqërisë. Sa brendësimi i normave dhe vlerave është bërë në antarët e shoqërisë varet nga ky zhvillim. Pra, nuk ka nevojë që ta risjellësh në vëmendje në çdo pjesë të shoqërizimit diçka e cila duhet të jetë krijuar. Pra, nëse themi e mira dhe e keqja krijohen përmes këtyre ndërveprimeve, qoftë të rrjeteve sociale dhe të mjeteve të informimit, atëherë do duhet të themi që modeli i mirë që ofron familja të bashkohet apo të ndërveprojë me këtë modelin e mirë që ofrojnë rrjetet sociale apo mjetet e informimit masiv dhe publik apo privat. Mirpo ne mendojmë që kjo nuk është ajo që ndodh. Pra, shpeshherë duket sikur tjetër të sot familja, tjetër thonë këto krijohet një rivalitet që nuk arrin të bëjnë atë kohezionin që duhet. Të vimë tek shteti apo shkolla. Këto kanë rëndësi të madhe, por njëkohësisht do duhet që të rimendojmë se si këto institucione e luajnë rolin e tyre në shoqërizim. Pra, kur vjen fjala te shteti, unë mendoj që nuk është vetëm çështja e reptësisë së ligjit. Shteti duhet të qaset në mënyrën se si ndërton marrëdhënien me shoqërimin e të rinjve të rejave përmes mundësive, kujdesit dhe tolerancës. Për sa i përket shkollave, unë mendoj që shkollat vazhdojnë të jenë pavarësisht nga problemet, mungesat që ato kanë, sepse për mua nuk është thjesht çështje ndërtese shkolla. Shkolla për mua është një qenie që frymon pikërisht për shkak të gjithë atyre fëmijëve apo nxënësve, të cilët e mbushin atë, po njëkohësisht e mbushin dhe me ngarkesat që ata kanë, me konfliktet që kanë. Dhe fëmijët në shkollë, siç besoj e keni dhe ju këtë përvojë, ndërtojnë një shoqëri në miniaturë, siç thot Durkheimi. Pra me gjithë ato karakteristika shpeshherë në komunikim me njëra tjetrën, por shpeshherë dhe konfliktuale, sepse dhe origjinat e atyre që vinë në shkollë, natyrisht dhe origjina e mësuesve. Ndryshe nga pikpamja klasike që mendonte se mësuesit, dhe sigurisht ajo ishte reale, vinin nga klasa e mesme, sot mësuesit nuk e kanë këtë origjinë. Pse flas për klasën e mesme? Sepse klasa e mesme përbën qëndrueshmërinë e shoqërisë. Në shumë aspekte, qoftë kur vjen fjala për fëmijët, nxënësit, qoftë kur vjen fjala për mësuesit, ne nuk i kemi këto lloj karakteristikash të qëndrueshme të natyrës ekonomike, sociale dhe kulturore që krijojnë shoqëri të qëndrueshme dhe siguri.
Ne jemi koshient që shumë breza gjatë viteve 45 deri tek vitet 80-90 u ndikuan nga komunizmi, që i vuri disa korniza shoqërisë dhe i tregoi se si duhet të silleshe, se si duhet të riteshe. Dhe a mendoni ju se komunizmi ka lënë gjurmë aq të forta sa janë edhe sot e kësaj dite, dhe nëse po, edhe sa mendoni se do të vuaj shoqëria shqiptare nga këto gjurmë kaq të forta? Së pari, në reflektimin tim ndaj asaj periudhe, unë mendoj që ajo nuk ka qenë shoqëri në përmbajtje komuniste. Personat që kanë realizuar sistemin politik janë vetë quajtur komunistë, duke u përpjekur të mashtronin me përmbajtjen e fjalës. Fjala komunist vjen nga fjala komunë. Komuna është një përpjekje e dështuar e Marxit dhe Engelsit për të frymëzuar një lëvizje revolucionare. Ka ndodhur në Paris, Komuna e Parisit, besoj që është një fenomen historik që ju e njihni, edhe internacionali atyre kanë të kësaj natyre. Mendoj që është një nga utopitë e lidhura me fundin e shekullit të 19. Pra, ju e dini që Marx dhe Engels janë fenomene ose persona të lidhur me këtë pikpamje, që u përpoqën të reagonin të lidhura ngushtë me problematikën e shoqërive borgjeze pas revolucioneve industriale. Po. Dhe frymëzuan një lëvizje të tillë që nga pikpamja sociologjike konsiderohet shkolla ose teoria e konfliktit, që është një shkollë që vazhdon të jetë, po jo me të njëjtat karakteristika siç e ndërtoi ose siç e konceptoi Marxi, por unë mendoj që për t'i dhënë mundësi asaj pjese të popullsisë, e cila kërkonte ndryshim të gjendjes së saj, pra pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare të para 1945-s ishte varfër, fshatare, me gjendje origjinë dhe e pashkolluar. Pra, 80% analfabet besoj që është një shifër që jo thjesht do ta përdorim, por duhet të kuptojmë që këta njerëz që s'dinin të shkruanin dhe të lexonin, siç e dini ju, ka një mekanizëm më reagues për të besuar pa prova. Dhe natyrisht që ai grup njerëzish, që quajti veten komunistë dhe që jo tamam 45-ën, po me kohë, deri besoj nga vitet 50 arriti të konsolidonte pushtetin e vet, kërkonte një formë utopike siç ishte fjala komunist. Por ata ishin një grup njerëzish që kërkonin të vendosin një sistem politik të caktuar, duke u mbështetur në disa teori të cilat për sa i përket realizimit të tyre, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në shoqëri të tjera, nuk e provuan të ishin të afta të zgjidhnin problemet që kishte çdo grup shoqëror apo çdo klasë shoqërore. Por çështja është e vlerave që ata u përpoqën të krijonin. Tani, e themi komunist apo se themi komunist, ishte një sistem diktatorial, totalitar. Është më mirë sipas përcaktimit të Arendt se sa të themi kemi të bëjmë me sisteme totalitare, të majta ekstreme, të djathta ekstreme, fashistët, nazistët me një anë dhe këto forma të ashtu quajturit socializëm, të komunistët, të bolshevike, kështu me radhë, pra gjetëm forma për ta ndërtuar. Tani, përsa i përket vlerave. Vlerat, nëse ne kemi parasysh dhe ju besoj e keni edhe një formim të caktuar në këtë fushë, ishin të tilla që kërkonin të ndërtonin një marrëdhënie detyruese varësie me sistemin politik. Një marrëdhënie që nuk mbështetet tek liria e fjalës dhe e mendimit. Dhe sigurisht që këto, unë mendoj që vazhdojnë të ndikojnë, po jo vetëm tek njerëzit, edhe tek institucionet që ne kemi ndërtuar. Pra edhe sot e kësaj dite, për mua që kam njohur atë sistem, edhe sot e kësaj dite, ne gjejmë shumë forma, sepse këta njerëz që kanë këto karakteristika,
jo vetëm të shoqërisë së 45-90-s, po edhe të shoqërive të mëparshme. Përgjithsisht ne kemi pasur shtet dhe institucione të dobta. Por këto nuk është se janë shoqëruar me forcimin ekonomik, social të individit, apo familjeve, apo grupeve shoqërore. Pra, niveli edukimit, niveli organizimit, niveli vetëdijes kanë qenë në nivele minimale, ose të tilla që nuk kanë lejuar lullëzimin e vetëdijes në mënyrë të tillë që shoqëria dal ngadalë të rritet, të kuptojë forcën, rëndësinë e vet dhe të gjejë mjetet për të ndryshuar. Mjetet janë pozitive. Fjala vjen, ne nuk kemi vetëm vitin e mbrapshtë që përshkruan Kadareja. Ne kemi vitet të mbrapshta sa herë përpiqemi të bëjmë një ndryshim shoqëror apo politik dhe institucional. Pse? Arsyeja për mendimin tim është se ne ende nuk kemi vetëdijen e organizimit dhe të ruajtjes atyre vlerave që kemi dhe të ndryshimit. Pra nëse shikojmë rreth rrotullit shoqëritë që kemi, janë në gjendje të ruajnë pasurinë që kanë dhe të përpiqen të ndryshojnë mentalitete, grupe apo kasta të cilat nuk janë në gjendje të përgjigjen interesit publikut. Kurse ne kemi të vështirë të ndryshojmë grupe që nuk i përgjigjen interesit publikut, po e kemi shumë të lehtë që t'i bijmë çdo institucioni, përpiqemi ta djegim dhe të ngrohemi me atë që mbetet. Dhe kaq. Shumë e bukur kjo. Megjithatë, profesor, si e shihni ju të ardhmen e familjes në Shqipëri? Unë mendoj që vetëm në Shqipëri ku ka karakteristika më inkurajuese familja, por edhe në shoqëritë e tjera mendoj që familja do vazhdoj të jetë institucion shumë i rëndësishëm, sepse mendoj që disa karakteristika të saj do të vazhdojnë të jenë. Ndryshime sigurisht që do të ketë, që kanë të bëjnë me përparimin në statusin ekonomik. Nëse sot ne kemi shpeshherë vështirësi për sa i përket mjeteve të jetesës të familjeve ose mënyrës se si ato sigurohen, unë mendoj që shoqëria së cilës po i drejtohemi, atyre ndryshimeve që vinë dhe natyrisht për këtë shikojmë me optimizëm edhe shoqërinë shqiptare, unë mendoj që do të ketë më shumë kohë për familjen, më shumë kohë për kohë cilësore me familjen, me antarët e familjes, me fëmijët, sepse keni parasysh sot komunikimi në familje bëhet duke pasur një sy në telefoni, një sy te fëmia. Pra, kjo teknoferencë që quhet. Dhe kjo sigurisht që fëmijëve që janë të ndjeshëm, ju e dini, të gjithë fëmijët janë të ndjeshëm ndaj mënyrës se si tregon kujdes, dashuri apo vëmendje. Kështu që kjo mënyrë do të jetë shumë, besoj, më e mundshme që të kthehet në një kohë cilësore me familjen, pushime, veprimtari, të cilat ju lejojnë në prindërve të jenë jo vetëm prindër, por edhe shokë dhe shoqe, sepse kështu duhet. Pra, një marrëdhënie që komunikon lirshëm, një marrëdhënie ngrohtë, miqësore, jo detyruese, mendoj që do t'i bëjë institucionet të tilla siç është familja, por ndoshta edhe shkolla dhe mjetet e informimit që të funksionojnë më në mënyrë kohezive dhe t'i japin shoqërive të së ardhmes më shumë funksione pozitive, të dobishme dhe të paksojnë ato fenomene të cilat sot ne na shqetësojnë ose një pjesë të mirë edhe i shikojnë si të rrezikshme për të ekzistuar institucioni i familjes. Ne të falenderojmë pamas profesore që u bëre pjesë e podcastit ton, ne reflektuam shumë përmes mesazheve tuaja dhe unë jam e sigurt që edhe personat që do ta shikojnë këtë podcast do të reflektojnë në të njëjtën mënyrë. Përzemërsisht, falënderimi shkon jo vetëm për ftesën që ju pranuat, por edhe për vizionin më të qartë që na dhat. Unë ju falenderoj përzemërsisht, thellësisht e sinqertë në këtë që them, sepse jo vetëm që kam kënaqësi që të ndaj me ju ato që mundem të them përgjithsisht përqej dhe preferoj që të komunikoj dhe kam jetën time profesionale të lidhur me të rinjt, të gjithë të reja,
Dhe sigurisht që kjo është një përvojë shumë e mirë dhe për mua. Unë ju dëgjova me shumë vëmendje dhe sigurisht që mësova dhe unë. Dhe ne ju falenderojmë shumë që na ndoqët dhe do të shihemi së shpejti edhe me episode të reja. Bye.